Faleminderit, të nderuar të pranishëm, të dashur kolegë, përfaqësues të institucioneve dhe qytetarë. Sot jemi mbledhur për të përkujtuar dhe reflektuar mbi një nga ditët më të rëndësishme në historinë sociale dhe ekonomike të njerëzimit, 1 majin, ditën ndërkombëtare të punëtorëve. Kjo ditë nuk është vetëm një simbol i luftës për të drejta më të mira pune, por është një kujtesë e vazhdueshme për sfidat që ende ekzistojnë dhe për përgjegjësinë tonë kolektive për të ndërtuar një shoqëri më të drejtë, më të sigurt dhe më dinjitoze për çdo punëtor. Si kriminologe, unë e shoh botën e punës jo vetëm si një hapësirë prodhimi dhe zhvillimi ekonomik, por edhe si një terren ku ndërthuren drejtësia sociale, siguria, ligji dhe dinjiteti njerëzor. Marrëdhëniet e punës, kushtet në të cilat punojnë individët dhe trajtimi që ata marrin nga punëdhënësit dhe institucionet, janë faktor kyç që ndikojnë drejt për drejt në stabilitetin social dhe në nivelin e kriminalitetit në një shoqëri. Historia e 1 majit lidhet me sakrificat e punëtorëve që kërkonin një ditë pune më të shkurtër, kushte më të mira dhe trajtim më të drejtë. Këto kërkesa themelore mbeten ende aktuale në shumë pjesë të botës. Edhe sot, në një kohë modernizimi dhe teknologjie të avancuar, ne përballemi me forma të reja të shfrytëzimit, si puna e pasigurt, punësimi informal, mungesa e kontratave të rregullta dhe shkeljet e të drejtave themelore të punëtorëve. Nga perspektiva kriminologjike, këto fenomene nuk janë vetëm çështje ekonomike, ato janë faktor rreziku për rritjen e kriminalitetit. Një individ që punon në kushte të padrejta, pa siguri ekonomike dhe pa mbrojtje ligjore, është më i ekspozuar ndaj stresit, frustrimit dhe marginalizimit. Këto kushte mund të çojnë në përfshirje në aktivitete të palishme, në dhunë apo në forma të tjera devijimi social. Varfëria, papunësia dhe pabarazia sociale janë ndër faktorët më të studiuar në kriminologji si shkaqe të kriminalitetit. Kur një shoqëri nuk garanton mundësi të barabarta dhe kushte dinjitoze pune, ajo krijon terren për padrejtësi dhe tension social. Këto tensione në shumë raste shpërthejnë në forma të ndryshme të kriminalitetit duke prekur jo vetëm individët, por të gjithë komunitetin. Një tjetër aspekt që meriton vëmendje është siguria në vendin e punës, aksidentet në punë, mungesa e masave mbrojtëse dhe neglizhenca e punëdhënësve nuk janë thjesht gabime. Në shumë raste ata përbëjnë shkelje të rënda ligjore. Kur një punëtor humbet jetën dhe shëndetin për shkak të kushteve të pasigurta, ne nuk kemi të bëjmë vetëm me një tragjedi individuale, por me një dështim institucional dhe shoqëror. Kriminologjia i trajton këto raste si forma të krimit të bardhë apo krime korporative ku përgjegjësia shpesh është e shpërndarë dhe e vështirë për të ndëshkuar. Megjithatë, është detyra jonë si shoqëri që të mos i normalizojmë këto fenomene dhe të kërkojmë llogaridhënie për çdo shkelje që cënon jetën dhe dinjitetin e punëtorëve. Në këtë kontekst, roli i shtetit dhe institucioneve është thelbësor. Legjislacioni i punës duhet të jetë i qartë, i drejtë dhe i zbatueshëm. Inspektoriatet e punës duhet të jenë aktive dhe të pavarura, ndërsa sistemi i drejtësisë duhet të garantojë ndëshkimin e çdo shkeljeje. Por ligjet dhe institucionet nuk mjaftojnë nëse mungon ndërgjegjësimi shoqëror dhe kultura e respektimit të drejtave të punëtorëve. Edukimi dhe ndërgjegjësimi janë armët më të forta kundër padrejtësisë dhe kriminalitetit. Një punëtor i informuar për të drejtat e tij është më i aftë të mbrojë veten dhe të kërkojë drejtësi. Po ashtu, një punëdhënës i ndërgjegjshëm për përgjegjësitë e tij kontribuon në krijimin e një ambienti pune të sigurt dhe produktiv. Në epokën moderne, ne përballemi edhe me sfida të reja si automatizimi, puna në distancë dhe ekonomia digjitale. Këto zhvillime sjellin mundësi të reja, por edhe rreziqe të reja dhe shfrytëzim dhe pasiguri. Është e rëndësishme që politikat publike të përshtaten me këto realitete dhe të garantojnë që askush të mos mbetet pas. Duke vijuar reflektimin ton mbi rëndësinë e kësaj dite, dëshiroj të ndalem në disa dimensione të tjera që shpesh mbeten në hije, por që janë thelbësore për të kuptuar plotësisht lidhjen mes punës, drejtësisë dhe sigurisë në shoqëri. Së pari, duhet të flasim për fenomenin e punës së padeklaruar dhe ekonomisë informale,
e cila vazhdon të jetë një sfidë serioze në shumë vende, përfshirë edhe shoqërinë tonë. Puna në të zezë nuk është vetëm një shkelje administrative apo fiskale, ajo krijon një zinxhir pasigurie që prek drejt për drejt jetën e punëtorëve. Pa kontrata, pa sigurime shoqërore dhe pa mbrojtje ligjore, individët mbeten të pambrojtur ndaj abuzimit, shfrytëzimit dhe padrejtësive. Nga këmbështrimi kriminologjik, ekonomia informale është një terren i favorshëm për zhvillimin e aktiviteteve të palishme. Ajo shpesh shoqërohet me evazion fiskal, korrupsion dhe në raste më të rënda me forma të organizuara të kriminalitetit. Kur shteti humbet kontrollin mbi një pjesë të ekonomisë, humbet gjithashtu aftësinë për të garantuar drejtësi dhe barazi për qytetarët e saj. Një tjetër çështje që kërkon vëmendje është shfrytëzimi i grupeve vulnerabël në tregun e punës. Gratë, të rinjt, emigrantët dhe personat me aftësi të kufizuara shpesh përballen me diskriminim, paga më të ulta dhe kushte shumë më të vështira pune. Këto padrejtësi nuk janë vetëm një çështje sociale, ato janë dhe faktorë që kontribuojnë në marginalizimin dhe përjashtimin social. Kur individët ndihen të përjashtuar nga sistemi dhe pa mundësi për një jetë dinjitoze, rritet rreziku që ata të kërkojnë alternativa jashtë ligjit. Kjo është arsyeja pse përfshirja sociale dhe barazia në tregun e punës janë element kyç në parandalimin e kriminalitetit. Gjithashtu nuk mund të anashkalojmë ndikimin e emigracionit në tregun e punës. Në shumë raste, punëtorët migrant përballen me kushte të vështira, shfrytëzim dhe mungesë të mbrojtjes ligjore. Në situata ekstreme, kjo mund të çojë në forma të trafikimit të çënjeve njerëzore dhe të punës së detyruar. Fenomene që përbëjnë shkelje të rënda të drejtave të njerëzit dhe që janë në fokus të studimeve kriminologjike. Në këtë kuadër, bashkëpunimi ndërkombëtar dhe forcimi i mekanizmave të kontrollit janë të domosdoshëm për të luftuar këto forma të kriminalitetit, për të mbrojtur punëtorët më të rrezikuar. Një dimension tjetër i rëndësishëm është shëndeti mendor i punëtorëve. Në një botë gjithnjë më konkurruese dhe stresuese, shumë individ përballen me presion të lartë, pasiguri dhe lodhje kronike. Këto faktorë ndikojnë jo vetëm në mirëqenien personale, por edhe në sjelljen sociale të individëve. Studimet tregojnë se stresi i vazhdueshëm dhe mungesa e stabilitetit ekonomik mund të çojë në rritje të konflikteve, dhunës në familje dhe problemeve të tjera sociale. Prandaj, promovimi i një balance të shëndetshme mes jetës profesionale dhe asaj personale është një element i rëndësishëm për një shoqëri të qëndrueshme. Në këtë ditë simbolike, duhet gjithashtu të reflektojmë mbi rolin e sindikatave dhe organizatave të punëtorëve. Ato kanë qenë historikisht një forcë e rëndësishme në mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve dhe në promovimin e drejtësisë sociale. Megjithatë, në shumë raste roli i tyre është dobësuar, duke lënë punëtorët më të ekspozuar kundrejt padrejtësive. Forcimi i dialogut social mes punëtorëve, punëdhënësve dhe shtetit është thelbësor për krijimin e një sistemi të drejtë funksional. Vetëm përmes bashkëpunimit dhe respektit të ndërsjellë mund të ndërtojmë një treg pune që i shërben të gjithëve. Së fundi, dua të theksoj rëndësinë e përgjegjësisë individuale dhe asaj kolektive. Ndryshimi nuk vjen vetëm nga ligjet dhe institucionet, por dhe nga qëndrimet dhe veprimet tona të përditshme. Çdo herë që zgjedhim të respektojmë të drejtat e të tjerëve, të veprojmë me integritet dhe të kërkojmë drejtësi, ne kontribuojmë në ndërtimin e një shoqërie më të mirë. Një maj është një kujtesë se puna nuk është vetëm një mjet për të fituar jetesën, por një pjesë thelbësore e identitetit dhe dinjitetit tonë si qenie njerëzore. Është detyra jonë të sigurojmë që kjo pjesë e jetës sonë të jetë mbrojtur, e respektuar dhe e vlerësuar. Një maj nuk është vetëm një ditë feste, është një ditë reflektimi dhe angazhimi, është një thirrje për solidaritet, për drejtësi dhe për veprim. Si kriminologe, unë besoj se një shoqëri e drejtë dhe e barabartë është mënyra më efektive për të parandaluar kriminalitetin dhe për të ndërtuar një të ardhme të sigurt. Le të mos harrojmë se çdo e drejtë që gëzojmë sot është rezultati i sakrificave të atyre që erdhën para nesh. Është detyra jonë të vazhdojmë këtë rrugë dhe të sigurojmë që brezat e ardhshëm të jetojnë në një botë ku puna respektohet, ku digniteti njerëzor mbrohet dhe ku drejtësia është një realitet dhe jo vetëm një ideal. Në përfundim dua të theksoj se lufta për të drejtat e punëtorëve
është një luftë për dinjitetin njerëzor. Dhe dinjiteti nuk është një privilegj, është një drejtë themelore që i përket çdo individi. Gëzuar të gjithëve një maj, le të jetë kjo ditë një frymëzim për të ndërtuar një shoqëri më të drejtë, më të sigurt dhe më njerëzore për të gjithë. Ju falenderoj gjitha për vëmendjen. Faleminderit.